Petulla të shpejta me 10 minuta përgatitje që nuk ka nevojë ta lini brumin të pushojë, tani shumë të buta dhe tepër të shijshme. Si fillim do të na duhen 2 vezë, të cilat janë në temperaturë ambienti. Do të na duhet 150 ml kos, unë kam përdorur kos Tradita nga Lufra. Rreth 60 ml vaj, krip, do vazhdojmë të përzijmë mirë të gjithë përbërësit. Pasi kemi përzier mirë, do t'i hedhim rreth 100 gram djathë, të cilin do ta thermoj mirë me duar. Unë kam përdorur djathë të bardhë lope. Pasi kemi thermuar djathën, do të hedhim majdanos. Do ta përzijem mirë. Do t'i hedhim tashmë mielin. Për këtë recetë kam përdorur 550 deri në 600 gram miell, të cilin do ta hedhim pak nga pak. Do t'i hedhim 10 gram pluhur pjekës. Do vazhdojmë ta përzijem mirë duke i hedhur miell vazhdimisht derisa të na formohet një brum elastik, por jo që të ngjiset tek duart. Do vazhdojmë të hedhim përsëri miell. Do vazhdojmë ta punojmë mirë me duar. Do të hedhim pak miell poshtë dhe do ta punojmë për disa minuta. Sa më shumë të punohet brumi, aq më mirë del dhe rezultati. Brumin e kemi gati. Siç ju thash në fillim, nuk do ta lëm të pushoj fare, por do ta hapim direkt, duke hedhur pak miell poshtë, pak miell sipër dhe do ta hapim me ndihmën e një aklaj. Peta që do të hapim nuk duhet të jetë shumë e trash. Pasi e kemi hapur petën, do ta presim në forma katrore. Dhe tashmë i kemi petullat gati për t'i skuqur. Do t'i skuqim me vaj lule dielli në temperaturë mesatare, duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Pasi janë skuqur nga njëra anë, do t'i kthejmë në anën tjetër. Dhe në të njëjtën mënyrë do të veprojmë me të gjitha të mbeturat.
Sapo kemi përfunduar skuqjen e petullave të fundit dhe i kemi gati për t'i konsumuar. Siç ju thash, është një recetë që përgatitet fare thjesht, brumi nuk keni nevojë ta lini të pushojë dhe dalin shumë të shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.